përfundimisht doganat e Kosovës e kanë kuptuar që kanë vepruar gabimisht. Unë i ftoj qytetarët e Kosovës që kur importojnë vetura nga jashtë gjithnjë të konsultohen me avokat të fushës që shohin nëse janë mbivlerësuar ato, sepse nëse janë mbivlerësuar në mënyrën se si janë mbivlerësuar deri më tash, ka bazë për ankesë. Shtimi i ankesave nga importuesit dhe qytetarët për mbivlerësim të veturave që importohen nga Korea e Jugut ka bërë që dogana e Kosovës të nxjerrë një udhëzim të brendshëm. Nga tani veturat koreane do të vlerësohen bazuar në vlerën e tregut specifik nga ky shtet. Sipas juristëve, dogana deri më tani nuk ka zbatuar sakt dispozitat e kodit doganor. Vendimi i doganës së Kosovës u mor pas ankesave të shumta nga importuesit dhe qytetarët për mbivlerësimin e këtyre veturave. Ky udhëzim parashet që në situata të caktuara ku rrethanat objektive dhe dokumentacioni i vlefshëm e lejojnë të përdoret metoda e vlerësimit me të dhënat në dispozicion, duke harmonizuar çmimet e automjeteve nga Korea me ato të katalogut të tregut evropian përmes një devijimi të pranuar të vlerës, e cila njeh karakteristikat e tregut dhe bazohet në një analizë të mirëfillt të profesionistëve të doganës së Kosovës, thuhet në një përgjigje të doganës. Veturat koreane kanë çmim më të ulët se sa ato europiane për shkak të masave të qeverisë koreane për t'i nxitur qytetarët e saj për të kaluar në vetura elektrike. Avokati Dren Kukaj thotë se problemi qëndron te moszbatimi i saktë i dispozitave të kodit doganor, pasi sipas tij nuk është marrë për bazë vlera transaksionit të mallit. Kukaj ka thënë se në shumicën e rasteve vlerësimi i veturave koreane është bërë bazuar në katalogun e veturave të Unionit Evropian. Unë konsideroj që është një vendim i drejtë, ndonse i vonuar, për faktin se këtë vendim ata kanë pasur mundësi ta marrin tash sa kohë. Në ndërkohë ne që jemi avokat, që e marrim me ankesa të palëve, ka që ndashtë të përpilojmë dokumentacion e të adresojmë të çështje me argumentet e njëjta që tash ata i kanë paraqitur, por sido që tjetë është mirë që kanë ngjarë që përfundimisht doganat e Kosovës e kanë kuptuar që kanë vepruar gabimisht karshi qytetarëve të Kosovës të cilët kanë vendosur që të importojnë vetura nga Korea e Jugut, e të cilat kanë qenë më të lira se sa ato që vijnë nga tregjet të Evropës, e të cilat për padrejtësisht ju janë mbivlerësuar nga doganat e Kosovës. Veturat që kanë ardhur nga Korea e Jugut nuk i kanë vlerësuar me çmimet reale të tyre, mirë po i kanë vlerësuar me çmimet e paraforta që janë në tregjet e Unionit Evropian. Dhe kjo ka qenë, këto kanë përbë vendime të padrejta, e njëkohësisht edhe të kundërligjshme, e të cilat janë vërtetuar si të tilla në instancat më të larta, përfshi edhe nga vetë gjykatat e Kosovës, mirë po i doganave të Kosovës ka qëndashur gjithë kjo kohë që të vedisohet dhe ta marrë këtë vendim që ta shëtutje të mos i vlerësoj asisoj këto vetura. Unë i ftoj qytetarët e Kosovës që kur importojnë vetura nga jashtë gjithnjë të konsultohen me avokat të fushës që shohin nëse janë mbivlerësuar ato, sepse nëse janë mbivlerësuar në mënyrën se si janë mbivlerësuar deri më tash, ka bazë për ankesë dhe gjasat janë të mëdha që këto ankesat të fitohen. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, gjatë vitit 2024 janë importuar 5.102 vetura nga Korea e Jugut me vlerë totale prej 69.242.000 euro. Nga këto vetura, dogana ka marrë mbi 6 milion euro taks doganore, rreth 2.800.000 euro janë paguar aksizë dhe mbi 14 milion euro TVA. Dogana deri me 31 dhjetor 2024 ka pranuar 438 raste ankesa në lidhje me rivlerësimin. Me 4 nëntor, Ministri i Financave Hekuran Murati ka nënshkruar vendimin për emërimin e antarëve për shqyrtimin e ankesave ndaj vendimeve të nxjerra nga administrata tatimore dhe nga dogana. Sipas të dhënave të kësaj ministrie, gjatë janarit dhe shkurtit janë pranuar 190 ankesa, 180 prej të cilave ndërlidhen me rivlerësimin e mallrave.